Ligji është miratu edhe për sigurimet shëndetësore, po s'është u zbatu. Po e thëmë, po s'është mirë që u zbatu e nuk, po me në që u miratu e nuk zbatu e të kërë. Mirë, po tash, une po folin këtë kontekstin që këta parëshetun dhe mek që ne se kemi bo këtë farë ligji, po e ka po dikush tjetër, dhe tash ne jemi duke zbatu atles, pëse s'pe zbatujnë edhe ligjin për sigurime shëndetësore, njëjtë. Mirë, po kur s'ke, do me thonë, ide, kur s'ke kreacion, kur s'ke qasje zhvillimore, po qasje penguse, qasje diktatoriale, do mon ekonominë e tregut me bo, ekonomi shtetërore, do mon, është një pavullneti mirë për zhvillimin e bizneset, sepse bizneset janë duke pësu mas shumë të në këto momente. Për shembull, kemi shumë mjaft bizneset më dha prodhuse, të cilat janë eksportuse për të mirë, që e kanë mojt një zvoglim të bilancit tregtar dhe tash ato e kanë stagnu prodhimin, pritet që qysh me folë të ne kur një ekonomi e një shteti pa pas prodhim nuk mundet me pas zhvillim. Edhe tash, leje që një prodhim të mangët, shumë të mangët e kemi pas si ekonomi e Kosovës, dhe vetë mja zgjidhje për zhvillimin ekonomik, po folje në plana fat gjatë edhe plana fat mesëm, ka qenë tërheqja investitorëve të huaj. Këto problemet të cilat jenë shkaktu nga ana e kësaj qeverisje, është jo që nuk vinë investitorët me investu në Kosovë. Nuk ka ndryshu as një politikë stimuluse. Ma herë tash, në vitin 2017 është bo ligji, mirë, po ligji është para po që me i subvencionu bizneset të cilët i nështruan procesit të liberalizimit tregut të energjisë. Me një periud, do mon shteti ka pas obligim që me i subvencionu të gjitha ato bizneset të cilat i nështruan procesit liberalizimit. Në regull, po do me zbatu ligjin? Zbatu e ligjin, mirë po ndoj mjetet për subvencionimin e bizneseve të cilat kanë hy në liberalizim. Që është në fakt problemi madhë, se edhe me shifrat eksportit, edhe me pasqyre ekonomike, luhet shumë. Do më thonë një tabel që e merë prej kujdo, du është mirë me ledzu. Po, mundemi me bo parashikim, nëse nalet ose pauzot prodhimi, cili ka me qenë domi? Domi, nga ardhja e qeverisë, po shihet është shfaq edhe ma herët, dhe më thonë. Pe ardhës qeverisë Kurti, ne kemi të rritje enorme të importit. Vendosë edhe ndalje që tabel, ose doje ekranin. Okej, vazhdo, më falj. Për shkakun e 2020 ka qenë 3 miliardë dhe diqka, 3,2 miliardë.